Kosova me ligj të ri për shtetësinë. Republika e Kosovës ka vënë në fuqi nga 22 maj ligjin e ri për shtetësinë, i cili sjell procedura më të thjeshta dhe më efikase për qytetarët e diasporës, përfshirë bashkëdhetarët që jetojnë në Gjermani. Sipas njoftimit zyrtar, ndryshimet ligjore synojnë të lehtësojnë regjistrimin e shtetësisë për fëmijët e lindur jashtë Kosovës, rifitimin e shtetësisë për personat që kanë humbur atë më herët, si dhe naturalizimin e pjesëtarëve të diasporës dhe pasardhësve të tyre. Ligji i ri parasheh edhe regjistrimin e fëmijëve të lindur jashtë vendit, mjafton që njëri prej prindërve të jetë shtetas i Kosovës. Ndërkohë, për rifitimin e shtetësisë, aplikuesit duhet të dëshmojnë shtetësinë e mëhershme të Kosovës, të paraqesin dokumente identifikimi valide dhe deklarata për pranimin e rendit kushtetues. Për pjesëtarët e diasporës që synojnë naturalizimin, kërkohet dëshmi për lidhje familjare ekonomike me Kosovën, qëndrim të lishëm jashtë vendit dhe përmbushje të obligimeve financiare ndaj shtetit. Autoritetet tregojnë se Republika e Kosovës lejon shtetësinë e dyfishtë.